tu ka fu dëshira se në plot këngëtua dominon çiftelia. Po, kur vishin që bajrami asi, atë shajde me këndu ndonjë këngë, edhe këto këngë që këndojshin për oda atëherë edhin. Pastaj unë këndosha ndonjë këngë, ai ka pasur ata trakosha, ata të kujtuat ata. Ha? Kastofonat e mvaj. Po, ai ngjizën te këngët atje. Unë sigurisht ka qenë adhuruesi folklorist të kohës. E unë mësova pastaj me rock and roll. Si dalti diçan televizion ndonjë grup anglez rock, unë cak ato dy aty pa ta mësuar din për me ngjizu po. Ai kur vjen te ai shoj aty në vetë, hajde me ngu çfarë këngë me ngjizu. Ai aneske kunaro Serbia, lokale sila bila besmale, parabole valad. Shko. Ju kë përziga atje, ti ja kesh lyje. Ma! Përbes e vërtet është kjo. Ej, atëherë dhe ju pagu, ata këngëtarët, ti e din edhe ti këndia. E u pagushin këngëtarët, i pagushin 3-4 si që bishin shok, edhe ata këndëshin... Së mbahet mend kur keni ardhur në Prishtinë, po jeni vendos aty te Katër Lullat për heta, apo keni qenë dikun tjetër? Te Katër Lullat. Katër Lullat është mahalla e artistëve të mëdhej të Prishtinës. Që kanë dalë, kur të shikosh. Aty kanë frekuentu. Edhe mendoj që sikur punë fare, se do dona aty pastaj si teatër, interesant. Po dhe aty ka qenë edhe Agim Cana, Lorik Cana, Shefqet Sinani, kanë qenë këtë do... Edhe sportistët. Po, njësë publik. Leci aty. Leci afer ka qenë, po. Leci ka qenë afer. Për plak? Naseri Gjinovci aty. Naseri Gjinovci të Katër Lullat. Longarit tani të Katër Lullat. Pa pse pjesa e artistëve? Po vetëm se edhe diçka që ti se del. Baroba mas mdhaj në Kosovë në ka pasë. Se Katër Lullat. Baroba mas mdhaj, ha? Se tash. E din, unë shpesh edhe thëmë nëna ime më ka thonë gjithë këtë që atë pi zemrë edhe kur është kunder ti. E din, kundër që atë lagje e du shumë. Atër ka qenë... Tash, është prish pak tash, e din veç atëhere... Ka qenë vellusha aty. Sa do që ka pasë edhe bërlog, po konë lumi. Vetëm po thëmë mas 12 aty me kalu e s'ke gudzue. Pse? Famna s'ka gudzu me kalu. Sikur në përha... Jo përbes, përbes o Allah edhe plesht. Edhe plesht e vesh, Edhe, thash, ju konë do një si band që thëshëm në adin banda. Band. Si band, veç Po qashtu, një pjesë ka artistët, ka mjeshtrit, ka lojtarët, sportistët, banditët, gjdo ven, se i cili e merë dëtyrën e vetë që... Po këtë edhe i një bilem, të dashën i ka merë nësanë. Apo, e i ke mishtë mirë. Zdojna mja u për me nema. Sigurisht tani janë njerëz shumë të mirë, fisnike, me familje, me... Ka qenë ko. E vetë me këndu, ja keni si fëmija, apo ma vonë u kape për rokin? Jo, unë e futbol këm lujt. Futbolist? Unë e kom lujt futbol, ne me Shefqet Sinani kena lujt bashkë në Fush Kosovë. Fush Kosovë? Në klub futbolistik? Klub futbolistik. Që? Po, që kur s'kom të regu. A buduqnas ta si është qyt? Jo, ka qenë piku i Fush Kosovës. A piku i Fush Kosovës? E pastaj, na shku me Shefqetin, një trener, u mëtë. Tha, o bre, për thojnë, tha, që diçka po kënone, asë. Tha, shashtë. Më ka qenë sërbë. Tha, o, shko, tha, këno, tha, se... E mos më lodhë shpirtin, se futbol të s'po dhe. A s'ke dit me lujta? Po, teren të vogël edhe lujsha, po, në madhen jo. Madhen jo, ha? Jo, me isha të dashë... Ja bo një pytje shemi se ma Gjoj Kureshtjan fjalia kur tha për babën që ka ditë Miro Qiftelisë dhe ka qenë rapsodi mirë. A e preke Qiftelinti në i herë njëtën tonë me provu me Miro? A din Miro Qiftelisë? Jo, shumë bilem pak. Unë në ushtar kur kom qenë, atje pa ta desh më bo basketarist, kom pasë shumë. Apo, a? Po e kom pasë një kroat, në Tetovë. Në Tetovë? Në Kërqovë, më falë. Në Kërqovë? Qa shofera? Jo, s'kam qenë shofer, kam qenë materialist, si thënë batë telefon, me telefon. Telefonist. Centralist. Po, edhe atje fillua, zidë gjithë më ka pëlqy basgitara. Basgitara, pastaj... A mësove, ma dhe Miro gitarës? Shumë pak. Jo, a din ma të bukurën Bajram edhe publik i E dëru. se pëdi që apo të me treguna ime? Po, më pas, grupi i lirët, të gjithë ishin edhe instrumentist, edhe i manin zonat të dyte, të trete, tercat, e këtu. Edhe shemi për Musmemet me duar thot, e marke gitarën, edhe kablën, e lidhë ke me një kom karikje që atje më rapa, edhe pastaj... Me mendu një që po i bjen. Që po i bjen.
Mirë. Në për Brucëshjada, po? Në për Vranit Kaltër, ta kur keni majtë bashkë. E zip se po viju në... Jo, kur krijuat grupin I Lirët? Unë për veti nuk e di. Vitin 1981. 81? Po. Do më thonë, roku realitet lullëzoj... Viteve të dhejta. E dëgjova një bised të Migjen Kelmendit, Po. që tha, roku lullëzoj si shpres, si dëshirë, edhe si mod e kohës, nga djemt edhe grupet e mrekullueshme, që e keni bërë rokun rock, si I Lirët, Gjurmet, 403, Leksat, Minatori, e përplot të tjerë, shpresoj që s'na hidhrohen ata që si përmenim, por edhe si rezultatit asaj, nale populorën, nale qiftelin se pesgjo nacionalizmin, e kjo është moderne, kjo është e televizorit, kështu. Dhe ndodhi, çka ndodhi, ju në të gjitha këngët rock, I futët edhe këngë patriotike, të kohës. Pastaj mule me ndalu edhe këtu. Aj, baba me tha, po shem, atë këmë thonën e, qa bone me ato këngë kur gjë? Me qiteli qëre mush salat I ki. Me qiteli mush salat I ki, Zgjohë Kosovë, ka qenë kënga e parë që kemi bona me qiteli atë këtojët. E Zgjohë Kosovë? Zgjohë Kosovë. Pos? Me atë album kemi fillu na si banë Zgjohë Kosovë? Veç në albumin tjetër me Mihri e Bra në kemi kallë kërejt. Mora testi! Hasanaga ka qenë... Hasanaga është një kuriozitet nëse guxoj me ta... Po, tregoj edhe historinë që ka ndodhë. Tregoj historinë që ka ndodhë. Nëse ka ndodhë, diçka që s'tregohet në shkallëzata? Jo, vrena e mo. Dhe gjëm. Mos në e... E ne, patëm këndu në Belvederat, kujtohet, bashat, vetë kur Mihria veç ka qenë në pushim. Isha 7 zane, përse për të regoni isha 7 zane, po... Se na kena pas qaq dëshirë kjo me arë me neve me këndu në lëqin qatë kuqin me këshën ba dhe ku me di qka sa ma shumë. Por e mirë. Edhe tash na jetonëm në një vend aty, ku aty në lëqin, edhe po është një farë, po një farë Maria, e shënte non stop atë, në që qëshin kongë, kjo këto radion. Edhe tash, prishëm na me ndëgju kongën tonë. Filoni, ja u rëjtë. Se 20 minuta, gati gjysore, beso, na im. Hajde bre mame, se po dojna me... Se po dojna... Njës po na shkomenja. Thash, se po dojna me ngu kongën tonë, kur na thirë njëve të kur. Tha tani, tha e ndëgjoni, Hasanaga, grupi I Lirët, Mihri e Bra. Në përshëndetje dhe urimit e dëgjuse. Po, që aty këmë kuptu e se kemi shpërtë. Hasanaga! Gjysore emra, Mendova... Kryt me të dhim. Hajde mo më rëvlam. Mendova që po I tregon storien se na një herë kemi shku, një herë më keni tirë. Po, ta kemi... Me shku me inqizu kongën. E ka fshi Gjevdeti. E inqizu kongën në studiot Gjevdet Gashit, normal, unë isha 7 zane me platorin edhe isha ko gjatë, dikon mujtë e fundit. Ma ndej, pa dashje... Po, qysh na me Gjevdet Gashit e fshi në delete. Kongën edhe këtyre vjen kesh me tirë që shme tirë mirin edhe njerë. Jo, nana, unë vetëm mu e ti, se sekonde atë, kur më ka thonë mu, se mu më vishtë edhe vështirë, se kjo, po të ju thëmë me njëre, se edhe sot është qashtu e atëre ka qenë vërtet në zenit të famës. E zi vetëm se e më duket ashtu më falë në mirije. Vetëm vërtet, veç vërtet po të thëmë, që qak a do të vije, as do të vije. Ka mendu që nuk do të vje fare. Pse ka pasën famën e madhe, kurse ne, grupin, nuk e kemi pas famën. Qaj është, se mundet aty, ka të jedin kanktare edhe mu degradu. Në shqiplan, pa kjo, s'kemi qenë as njerë, as mas në Por vërtet, po thëmë, ka qenë dëqko majk, se as ka hezitu bile. Ka ta dëqko majk? As nuk ka hezitu, as tish ka thonë, unë e kom dëgju këngën dhe unë e kom e këndu atë këngë. As se ka vetë burin, as se ka vetë babën, as se ka vetë nonën, ka arë ka një zhu kongën. Ja, veç pak një minut, një korrigjim të vogël që është të ku vetë burin. Ja, veç pak, s'ka vetë hecë. Po, gjithë me vete. Edhe po, se një profesionista të ditë në atë aspekt. Edhe, kur, po thot Gjevdeti tash, që na me nëzje prunëm se dhe smut, e këndoj këngën shumë bukur. Shkoj, a o të gësum. Tha e kom fshi, tha. O, e fshi flamin ta. Qyshe smut, po të shtatë zanin e qunë smutja, ajo është gjendje fiziologike në mjekësi shem. Nësi mërë bukfalisht, ta është në doktor shem. Ajo nëna jote kur pas ka qenë shtatë zonë ty të kukon fort e smut.
dëgjam. Mirë shumë. Jo, më pas, gjithësisht sot jemi këtu, sepse e zbulum, vitin 1981, unë se kam dita, kam ndu që edhe më herët jeni kriju. Sepse ka qeni... Unë kam këndu ma parë, por jo me emrin e lirët. Kena kënu me do grupe edhin, kështu pa emra, pa definuara grupe edhin. Me Menanin kom pas grup. Menan Kiserin? Me Kiserin, po. Përra me Hida është quta e grup. Para se me ba me nkis, Menani aty kom këndu